Në sheshin Skënderbej në Tiranë, mijëra qytetar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora u mblodhen sot në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që po gjykohen në Hag. Gjatë tubimit, një protestues, ish ushtarak shqiptar, bëri një deklaratë të veçantë për mikrofonin e një media shqiptare. "Unë kam stërvitur Hashim Thaçi në Linz, i kam dhënë mësim për minat, çminimin, ndihem shumë i lumtur që shoh këta njerëz nga të gjitha trevat shqiptare. E dyta, jemi të vonuar, më vjen keq që për një luftë të drejtë për gjysmën e kombit, ata vuajnë në burgje." Hysen Ymeri, vjeri i presidentit të Republikës, ka stërvitur Adem Jasharin. "Nuk ka perëndi që hedh poshtë këtë. Familja ka qenë adhetare, kemi luftuar kundër forcave serbe. Xhaxhai im, më shumë te Pelenas", tha ish ushtaraku. Ai tregoi se ka qenë një nga trajnerët ushtarak të Hashim Thaçit, figurë kyçe e UÇK-s dhe më vonë presidenti i Kosovës, duke shtuar dimensionin historik të dupimit në Tiranë. Protesta ndërkohë shfaqin ndjenjën e Bashkimit Kombëtar, ndërsa pjesëmarrësit mbajtën flamuj shqiptar, pankarta dhe bën thirrje për drejtësi dhe respektimin e vlerave të luftës çlirimtare. Kemi lindur e vdesim shqiptar. Një kom, një histori. Nuk ka kom kosovar. Kemi lindur e vdesim shqiptar. UÇK, 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 UÇK. Liri për shqiptarët! Liri për shqiptarët! Betimi, si luftari luftën shqiptare të Kosovës, betom se do të luftoj deri në ribashkimin e tokave shqiptare. Në qoftë se trastoj luftën, gjaku im është i humbur. Kishte amaneti i shokëve tonë dëshmorë të dashur luftëtar, e gjithë pranishëm që jeni këtu. Lufta shqiptare e Kosovës, e Iliridës, e Preshevës ishin shqiptare. Prej të Mollë Kuqe deri në Prevezën Qamëri. Kjo është shqiptaria. Falënderës Shqipni, falënderës Shqipni, falënderës Shqipni. UÇK! UÇK! Liri për shqiptarët! Ata po ka qenë, rujë në, o të më preket.